Mirë se erdhët në Rezedielja, ku takojmë sërish bashk. Tema për ditën e sotme me Altin Jokën, nutricionist dhe specialist i mjekësisë holistike, do të ndalet tek hormoni i oksitocinës. Jo gjithmonë flitet për këtë hormon, por që është hormoni përgjegjës, për dashurinë, për lidhjet emocionale, për miqësinë e sigurisht edhe ka dhe një fushë tjetër më të gjerë. Si mund të arrisim oksitocinën? Çfarë ndodh nëse kemi nivele të ulta të oksitocinës në trupin ton? Le të bisedojmë me Altin Jokën. Mirëmëngjes Altin, të përshëndes, jemi në lidhje të drejtë për drejtë nga Suedia. Faleminderit, mirëmëngjes dhe juve dhe uroj gjithëve të kenë shëndet në këtë ditë, në fillim dite. Faleminderit. Dihet që në mjekësinë holistike që ju përfaqësoni, ekuilibrat hormonal janë prioritet apo jo? Kemi dëgjuar që oksitocina është titulluar ose quajtur si hormoni i dashurisë edhe i miqësisë. Pse? Shikon, në trurin ton ndodhin miliarda reaksione kimike në çdo moment. Në këtë vazhd, neurotransmetuesët çojnë gjithë infon të neuronet, pra të nervat, se neuronet janë nervat. Dhe midis të tjerave, në sistemin ton qendror, pra faktikisht në boshtin hipotalamik të hipofizës, që është qendra, prodhohet një pjesë e madhe e hormoneve, pra lirohet një pjesë e hormoneve. Dhe midis të tjerave, një nga hormonet kryesore është oksitocina. Faktikisht ai është një neuropeptid, por ne po e themi hormon. Ai ndikon të gjithë elementet e trurit, pra madje edhe të kujtimet, edhe të frikrat të cilat janë ngujuar brenda nesh. Është ky hormon që ndikon. Pra, pasi hipotalamusi dërgon gjithë të sinjalet për prodhimin e oksitocinës, lëshohen në qarkullimin e gjakut, në fillimin në pjesën e palsës shtyllës kurrizore, pastaj në qarkullimin e gjakut deri në organe dhe pastaj ka të bëjë me lidhjen midis të tjerave. Nëse ju keni dëgjuar që për shembull një fëmijë nuk flet me nënën e tij, me prindrit e tij, është shumë i ftohtë me ata. Nëse është shumë i ftohtë në lidhjet miqësore apo dhe në dashuri dhe në marrëdhënie me njerëzit, duhet ta kuptoni që midis të tjerave determinante është mungesa e oksitocinës. Nëse një person do që të ndihet të jetë pak më i lumtur, të jetë më i lidhur me të tjerët, patjetër, apo të ketë një ndjenjë më të mirë, sepse është një qetësues natyral edhe i stresit oksitocina. Është edhe një element për mirëqenien tuaj emocionale, është nga relaksuesit më të mirë dhe është determinante për lidhjet e forta sociale që ne mund të kemi ose jo. Kështu që prandaj dhe oksitocina është quajtur si hormoni i dashurisë dhe miqësisë, jo në kuptimin e dashurisë seksuale, e dashurisë për gjërat, për kafshët, për njeriu, për natyrën, për jetën, për veten e tij patjetër, sepse janë këto aspektet e lidhjes sociale që e krijojnë këtë. Dhe patjetër që kjo efektshmëri e tij është e kundërta e prodhimit të hormonit të kortizolit që çlirohet, që sjell probleme më të rënda. Atëherë kjo e balancon këtë dhe patjetër ne kemi parë që gjithë angazhimi pasaj i jetës sonë, angazhimi social, patjetër që është i ndërlidhur me shpërthimin e oksitocinës. Ose nëse nuk ka, në sasi të ulta ose të larta, pra aftësia jonë patjetër është një nga pjesët kryesore të reagimit në mënyrë të shëndetshme të prodhimit të këtij hormoni, mund të themi. Jo, më kohë të sollëm këtë temë në ditët e sotme, ku lidhjet emocionale mes njerëzve, teknologjia, virtualiteti i ka shkëputur këto marrëdhënie sociale me njëri tjetrin. Ndaj edhe besoj duhet deri në fund të kësaj bisede duhet të nxjerrim patjetër disa mënyra qasje natyrale, qoftë edhe në fushën e nutricionit, se si mund të rrisim nivelet e oksitocinës në trupin ton. Po do të shkojmë te ajo pikë, sepse është pika kryesore. Pastaj, përveç se përmirësimit të gjendjes tonë emocionale, stresit oksidativ, a ndikon oksitocina edhe në kushtet dhe në gjendjen tonë fizike, pra jo vetëm emocionale, po edhe fizike, dhe çfarë pasojash ka mungesa e saj në këtë këndvështrim? Atëre oksitocina, ky lloj hormoni, bën lehtësimin ndaj gjithë stresorëve në zhvillimin gjatë një dite. Ai merr pjesë në rritjen e njeriut dhe në shërimin e trupit tonë. Madje është determinant në riprodhimin ton për të ardhmen. Gjithashtu ka efekte antiinflamatore dhe rrit nivelin edhe përthithjen më të madhe të antioksidantëve. Pra, nëse ne keni vënë re, kur ju jeni të smur ose jeni pak të stresuar, jeni pa gjumë, zakonisht më pas vjen një grip, një gjendje gripale, ose kur kjo zgjat për shumë kohë kjo gjendje, na vjen një sëmundje kronike ose një sëmundje autoimune.
pikërisht sepse mungesa e oksitocinës është e lartë në trup. Është oksitocina e cila e mbron trupin ton kundër traumave, kundër zhvillimeve të ditës. Pra kur shikojmë një element negativ apo një traumë të rëndë që pësojmë, është kjo që përballon një amortizator. Është kjo që rrit besimin tek njerëzit. Madje është e lidhur dhe me autizmin në shumë raste. Po është e lidhur dhe me aspektin seksual. Apo përveç aktit që ne thamë dhe dhimbjeve, forcon sistemin ton imunitar, është ndihmues shumë i mirë për problemet e ushqyerjes me gjith tek nënat. Është shumë e mirë në momentin, ose është shumë determinante në momentin kur nëna lind, në ndikimin e saj mitër për të lindur fëmijën, është shumë efektive në problemet e riprodhimit, apo dhe tek meshkujt në këtë rast, pra po flasim në këtë rast, pra për të lehtësuar kontraktimet e femrave gjatë lindjes. Dhe midis të tjerave, mbështet ushqyerjen me gjithë fëmijës, në qoftë se ju keni vënë re që një nën ka mungesë të qumshit të saj, atëre një nga arsyet kryesore është mungesa oksitocinës. Dhe këtë e kemi në një studim të 2018-s që ushqyerja me gjë tek fëmijët është e bazuar pikërisht te oksitocina. Midis të tjerave, pra në aspektin, unë flas dhe fizik, po i përzej gjithë bashkë në këtë rast. Efektet të tjera ne kemi kundër plakjes. Në qoftë se një njeri fillon dhe thinjet më tepër, plaket më tepër dhe më shpejt gjatë kohës kanë nivele të ulta të oksitocinës. Në qoftë se kemi një rritje të obezitetit, patjetër që është oksitocina, nuk mundet do të kemi obezitet qoftë se oksitocina nuk ndërhyn. Pra nuk ekziston, po oksitocina prishet si prodhim patjetër, është edhe kundër disa problemave edhe të ndërtimit të muskujve, të mbilodhjes, problemeve të kockave, në qoftë se ne duhet ndalojmë disa nga problemet tona dhe të kockave, oksitocina është një hormon. Sot nuk flitet fare për të, se dita flitet pak ose kemi dëgjuar pak, po për këto që unë po them nuk është folur fare. Madje njerëzit mund ta duken në çuditshëm në këtë drejtim, por kjo është fakt. Pra oksitocina është që sa shumë ndikon te dhimbjet e muskujve, te inflamacionet tona, te kyçet, te problemet e gjirit, problemet e stresit, problemet e obezitetit, problemet e tretjes, problemet e nivelit të presionit të lartë të gjakut, sepse balancon nivelet e kortizolit. Duke balancuar dhe ulur kortizolin, aty patjetër do uli nivelin e stresit, hormonit të stresit që është kryesor, dhe patjetër do uli dhe prodhimin ose problemet me frymarrjen, me problemet me rrafjet e larta të zemrës, me aritmin, me problemet që do ndikojnë deri në anemi, në metabolizmin e gjithë sistemit ton. Pra, oksitocina është nga elementët kryesor që neve e kemi shumë të neglizhuar dhe pothuajse nuk e kemi përmendur. Nuk na është kërkuar ndonjëherë ta masim nivelin e oksitocinës ose të flitet për to, se të kuptojmë që kemi nivele të ulta. Atëherë si duhet ta kuptojmë që ka ndonjë test specifik për të apo thjesht sjellje të jashtme? Ne të ulta, a i keni vënë re njerëzit që janë të mërzitur. Shumica popullatës tonë, po të vish në Shqipëri, çfarë thonë të parët? Thonë që janë shumë të mërzitur, rinë shumë të stresuar, rinë si të unë në televizor shikoj njerëzit, unë shikoj politikanët, shikoj deputetët, shikoj ministrat, shikoj kryeministrin, shikoj çdo element në politikën tonë edhe tek njerëzit. Tani ata e kanë nga halli tani se është periudhë kështu zgjedhore. Njeriu kuptohet kur është i qeshur, kur është i kënaqur, kur është i lumtur. Pra mungesa e serotoninës, mungesa pra që nga triptofani se serotonina. Po politika nuk të bën të lumtur, nuk të rrit nivelin e oksitocinës politika. Kjo është më se e qartë. Po jo, kjo nuk ka rrit, po dhe njerëzit të kortizolit deri diku. Pra njerëzit janë, shikoj, njerëzit janë të gjithë të shqetësuar, njerëzit janë gjithë rinë me hundë buz themi ne nga anët tona. Dhe kjo tregon shumë një qartë që ne kemi mungesë oksitocinën. Në një studim që bëni Universiteti i Ales, Departamenti i Psikologjisë pa që brenda 6 muajve të njerëzve që kishin një marrëdhënie dhe një lidhje, qarkullimi i oksitocinës ishte shumë i lartë kur ato ishin më të dashuruar. Aty duket njeriu kur është më i dashuruar, kur nuk ndron partner shumë, kur është më i kënaqur nga jeta, ku buzëqesh, etj. Pra këto janë gjendje që janë të lidhura që nga depresioni, skizofrenia, antisocial, autizmi që më thash, edhe gjithë elementet e tjerë. Pra këto janë elementët bazë që ne mund t'i shikojmë. Tani ka raste që ne kemi edhe prodhim më tepër të oksitocinës që ndodh shumë rrallë, por në përgjithësi çfarë ndodh në trupin e njeriu ku kemi nivel të lartë të oksitocinës? Ku kemi nivele të larta. Atëre, në qoftë se kemi nivele të larta të oksitocinës, është zgjerimi i prostatës tek meshkujt, e para, shkarkimi më i lartë i urinës dhe disa probleme të cilët mund të lindin deri në probleme tumorale. Tek femrat kemi disa probleme përsëri deri tek kanceri i gjirit mund të arrim, apo dhe probleme të tjera. Pra, edhe steprica, edhe mangësia. Prandaj citova në fillim që ekuilibri emocional është shumë i rëndësishëm. Në përgjithësi nuk ekziston që të ketë sasira të larta. Deri tani më shumë është sasia urtë
Domthon ka një rënje në këtë 15 vjeçarin e fundit, rreth 30% sipas disa ulumtimeve që janë bërë. Ka 30% rënje të prodhimit të oksitocinës nga njerëzit. Bota virtuale, teknologjia, patjetër që janë ndikuese të jashtëzakonshme, izolimi social, patjetër që janë ndikuese në nivelet e oksitocinës, në prodhimin e saj, apo jo? Po. Pse janë të shëndetshme përqafimet? Në Ledwall qarkullojnë foto të njerëzve duke u përqafuar. Pse është i shëndetshëm një përqafim? Atëre, shiko, jo vetëm përqafimet. Sepse edhe shtrëngimi i duarve, edhe kontakti fizik me njerëzit që sot është shkëputur shumë, marrëdhënia, komunikimi, bisedat, leximi, dhuratat, njeriu që dhuron shumë nga jeta e tij, dhuron me njerëzit me veprimet e tij, me anën financiare e tij, duke dhuruar fëmijëve, të varfërve, prindërve, duke përqafuar, duke biseduar, duke ditur më shumë në aspektin fizik, duke dalë jashtë, duke bërë aktivitet, edhe duke u përqafuar, patjetër që rritet niveli oksitocinës. To janë disa nivele të cilat janë normale. Prandaj dhe ne kemi kjo prodhohet në mënyrë normale tek njerëzit që e bëjnë këtë, pra marrjen e kontaktit duke qeshur, sepse edhe duke qeshur me njerëzit, sepse mund të rish gjithkohës duke thënë një element të këndshëm që tjerët mund të qeshin, apo edhe duke parë edhe fotot, apo edhe duke lexuar që ne tham, lëshimi i oksitocinës është nga më të mirat. Sidomos prekja sociale, komunikimi social, komunikimi me anë të syve, përqafimi, veprat e mirësisë që ne tham, besimit e të tjerët, bashkëpunimi social, komunikimi me njerëzit, nisja nga jo negativiteti në mendjen tënde që në momentin e parë, meditimi, falja, lutja, janë elementet kryesor për të prodhuar oksitocinën ose më saktë për ta mbajtur në nivelet që duhet, pra që e nxisin lirimin e oksitocinës dhe do na japin një farë lumturie dhe kënaqësie duke parë botën më ndryshe. Pra jemi, le themi, më të qetë, më të duruar, nuk shprehim nervozizëm, i marrim gjërat më qetë, më me përkushtim dhe duke u dhuruar të tjerëve dashuri dhe qetësi, sigurisht kjo botë do të ishte më e mirë. Po stili jetesës, ushqimet, sa ndikojnë dhe si tek ekuilibri i oksitocinës? Dy element ndikojnë në këtë rast. Ndihmon përveç këto që ne tham, është dhe elementi teknologjik që është shumë i rëndësishëm dhe e dyta dhe aspekti, po themi, rregullimi i ushqimit. Faktikisht ky hormon nuk gjendet në ushqime, sepse njerëzit mos ta konceptojnë që gabim që po morën këto është hormoni brenda. Jo, hormon nuk ka në ushqime në këtë rast, pra për këto oksitocinën. Mund të ketë hormone të tjera nëpërmjet disa ushqimeve të cilat janë injektuar në mënyrë të jashtme, por jo në këtë rast. Po ngrënia e ushqimeve që janë afrodiziake, siç është për shembull mjalti, kafeja, çokolata, gjenseni, fenugreku, tartufi, kërpurdhat, boronicat, frutat e detit, midhjet, karkalesat, shalqiu, farat e ndryshme që ne mund të konsumojmë, apo pra gjithë këto element, mos themi, janë ushqim afrodiziak, të cilat ndihmojnë që të shklirohet ky hormon. Pra ky është një element, por nuk është vetëm ky. Në aspektin ushqimor kemi dhe elemente të tjerë që ne mund të ndikojmë. Është elementi i rritjes nivelit të magnezit, sepse është një determinant për shëndetin e sistemit tonë nervor dhe për prodhimin e tyre. Po janë bajamet, janë aroret, janë fasulet, janë bananet që janë brenda vitaminës, pra brenda magnezit. Është vitamina D e marrë në mënyrë natyrale nga dielli, dalja 2, 3, 4 orë në ditë në natyrë, patjetër që ekspozimi i tij është nga më të mirët. Konsumimi i varit të peshkut apo vezëve, konsumimi apo marrja e ushqimeve që kanë nivele të mira të zinkut, duke përfshirë shumë elemente që nga kërpurdhat apo farat apo aroret që ne kemi. Ushqimet të janë të pasura me triptofan, sepse triptofani duke ndikuar te prodhimi i serotoninës në zorën tonë, është shumë e lidhur me problemin e oksitocinës. Dhe burimin e triptofanit ne e gjejmë te vezët, edhe te bananet, edhe te kërpurdhat, edhe tek mishi, edhe tek lëkura e tyre zakonisht, por midis të tjerave, përveç këtyre që tham aspektin e ushtrimeve fizike, kujdesin ndaj vetes, elementeve tjera, është e mira disa çajra, siç është çaji kamomilit. Çaji kamomilit është shumë relaksues, po çaji kamomilit, çaji rozmarinës dhe çaji sherebelës, të cilat e ndihmojnë që oksitocina të ri më gjatë në trupin tonë. Konsumimi i kakaos dhe i çokoladës dhe niveli i konsumimit të ushqimeve me nivel të lartë të probiotikëve dhe po ashtu edhe të fibrave dhe
nuk diskutohet patjetër që elementi kryesor është dëgjumi. Patjetër, gjumi është një nga këto gustët kryesor në këtë drejtim. Qartë. Kjo mungesë vjetre më shumë te meshkujt apo te femrat, apo nuk ka lidhje? Kjo është një hormon që ndikon si neurotransmetues tek këto dy gjinit. Më parë është menduar që tek femrat ka një ndikim më të madh. Stresohen më shumë. Ka një ndikim, por mendoj që kishte shumë ndikim më të madh që në probleme sepse janë kanë një botë më të madhe emocionale, prandaj dhe kanë më shumë emocionale, kanë më shumë nivele më shumë të anthit, kanë më shumë ndjeshmërinë e tyre të brendshme, sepse janë përgatitur për të qenë nëna, pra si gra. Për lidhjen emocionale me fëmijën. Patjetër, lidhje emocionale, problemin e lindjes qumshit apo të lindjes tyre, të shtazanisë, kjo zhvillohet më shumë. Por në momentet saktuara pas kësaj moshe, pra pas lindjes fëmijës dhe një gruaje në mesomosh, atëre shikohet që ka një barazi të problemit të këtij hormoni, qoftë tek meshkujt, qoftë te femrat. Por rënja e tyre, sidomos në aspektin e reduktuar, që ne sot kemi një besim të reduktuar social, ne nuk kemi besim tek njëri tjetri, ne kemi probleme shumë të rënda tek njerëzit, kemi disa çrregullime, pra po flasim në komunikim, kanë sjellë që një nga arsyet që po studiohet sot, që spektri i autizmit tek fëmijët që lindin nga këto nëna, një nga probabilitetet është edhe oksitocina në nivel të ulët. Duke rritur nivelin e ankthit tyre nënave, duke ulur vështirësitë e tyre emocionale, frikën për të lindur, problematika duke u shoqëruar pastaj me probleme të ushqimit, edhe me shumë elemente të tjerë, sepse niveli i autizmit nuk është vetëm këtu, ndikojnë shumë elemente të tjerë, patjetër që do ndikojnë. Dhe pastaj do ndikojnë edhe te ulja e qumshit të tyre në prodhimin e tyre, por edhe pse jo dhe në problemet e marrëdhënieve intime që mund të kenë. E kuptova. Shumë determinant është teknologjia. Që ne nuk mund ta përmendim sepse me përdorimin e lartë të teknologjisë që ne kemi sot, kemi një ulje të kontaktit fizik ndërmjet njëri tjetrit. Dhe patjetër, kjo do bëjë që të kemi një ulje të oksitocinës në trup, që quhet ky hormoni i dashurisë apo hormoni i përqafimit mund ta themi dhe i miqësisë. Dhe marrëdhëniet sociale sot janë përthyer. Sot mungojnë prekje, ndërveprime sociale, teknologjia ka ndikuar jashtëzakonisht shumë. Është ulur niveli, pra është stimuluar shumë niveli teknologjik në krahasim me aspektin emocional të çastit, pra të stresit, të depresionit që mund vuash në atë moment apo të marrëdhënies që mund të kemi, pra marrëdhënie sociale të cilët ne sot i kemi shumë të kufizuara nëpërmjet kontaktit në njëri tjetrit në krahasim të tyre. Atëre, për ta ruajtur dhe shpar, në një studim që ka rënë bie në 30% në momentin që ne merremi me teknologjinë, pra më shumë me teknologjinë sesa me marrëdhënien shoqërore, bie në mënyrë 30% niveli oksitocinës, sidomos te fëmijët e të rinjt dhe fëmijët, mendohet që kjo shkon deri në 45%, sepse ata arrin në një kohë shumë gjatë në momentin sidomos kur ne ushqemi dhe ka dhe një problem shumë të madh. Është parë që 12% të lëndëve ushqyese në momentin që ne konsumojmë apo jemi para teknologjisë, pra po sikosh fëmijët që konsumojnë, 12% të tyre lëndëve nuk përthithen nga trupi. Ka dalë një studim i pjesëm dhe po mendohet që të hapem një pjesë të tyre studimeve në të ardhmen, që mendohet do jetë akoma dhe me thelluar kjo gjë. Pra ku ne shikojmë telefon, ekranin dhe konsumojmë. Të mendosh që fëmijët e sot ushqehen me ekran, Altin. Me ekran, imagjino që ne vetëm minimalisht 12% të vlerave të atij ushqimit ata nuk e marrin vetëm se shikojnë ekran. Pa futur pastaj problemin e oksitocinës, problemin e serotoninës dhe elementë tjerë, pa diskutuar ndërveprimin shoqëror, marrëdhëniet që do kryejnë në të ardhmen, me prindrit, lidhje që do kemi me ta. Pra, këto imagjino. Se ndoshta zhvendoset përqendrimi tek ekrani dhe shija nuk e kupton, madje shumë fëmijë nuk e kuptojnë se çfarë po konsumojnë njëherë, aq shumë të përqendruar janë në ekran. Jo më të përthithin lëndët ushqyese që u thatë që pothuajse një pjesë e tyre e konsiderueshme nuk përthithen. Agjërimi, meqense është një muaj agjërues për shumë besimtar, ndikon në nivelin e oksitocinës? Te të gjitha hormonet, po. Ndikon jashtëzakonisht shumë në aspektin pozitiv, jo negativ. Po, pozitiv. Po, pozitiv. Sepse në momentin që ne qetësohemi, pra kur organet qetësohen, kemi një nivel të ulët të stresit, konsumimit të ushqimit, të ngarkesave, sepse atë personi që është agjërueshëm edhe falet. Lexon edhe Kur'an. Pra, edhe lexon, edhe falet, bën dhe vepra të mira, jep dhe sadaka, i shpërblen dhe të varfrit, ndihmon dhe të tjerët. Atëherë mbushet shpirtërisht. Dashuri, ti do jetë më fjalë butë, më fjalë ëmbël, do bisedoj me vllajën e vet apo me miqtë e vet, me nënën e vet,
Kjo tregon që niveli është pikërisht ky muaj i cili e shtyn personin që të provojë nivelin e oksitocinës. Njerëzit nuk e din këtë, por këto e ndin gradualisht dhe patjetër prandaj dhe kanë një stres dhe shumë njerëz, unë nga komunikimet që kam pasur, sepse duke qenë dhe vetë që jam agjerus për një kohë shumë gjatë, edhe në bashkëbisedime shikoj që kanë nivel stresit më të ulët, kanë më pak probleme në shqetësimet e tyre edhe të shëndetësore, po edhe të gjumit, ndihen dhe më mirë, ndihen aq mirë, duhen të gëzuar, janë ditë e para ndoshta janë të vështira. Shiko çfarë ndodh, në momentin në 2007 në revistën ndërkombëtare të psikiatrisë u pa që marrëdhëniet e dobta shoqërore që shtyheshin, pra krijonin problemin e oksitocinës në momentin kur ne ushqeshim më shumë. Pra, në momentin që ne ham më tepër, që furnizohemi me sasi të larta, ham 5 herë, 6 herë, 7 herë në ditë, atëre niveli i prodhimit të hormonit të kortizolit dhe ulja e oksitocinës si hormon është më e madhe. Prandaj agjërimi patjetër që ndikon, jo te kjo, po ndikon në të gjitha aspektet e tjera. Është, ne kemi thënë, është një mjek pa bisturi dhe është elementi bazë që po t'i mbledhim në opinionin tim, po t'i mbledhim spitale, doktor, mjek, çfarë ka sot në botë për momentin dhe ta krahasojmë me agjërimin nuk mund të krahasohet. Peshon shumë. Agjërimi peshon shumë. Qartë. Ushtrimet, stërvitja, aktiviteti fizik, sidomos dalja jashtë, shkarkimi i joneve pozitive të cilat ne i kemi marrë gjatë teknologjisë, gjatë marrjes së ekraneve, pra ku marrim apo dhe stresit, shkarkimin tokë, pra dalje jashtë. Prandaj rekomandohet 3 deri në 4 orë në ditë dalja jashtë. Edhe për të marrë vitaminën D, edhe për të lidhur më shumë me natyrën dhe sidomos udhëtimet që ne bëjmë. Në udhëtimet që ne bëjmë, në qoftë se brenda makinës pjesëtarët e familjes apo me ata që shoqërohemi, e kanë mendjen te telefoni dhe nuk shohin natyrën, i gjithë kjo është kot. Domethënë zëre se je në shtëpi. Ky udhëtim ka shkuar dëm. Prandaj për të rritur më shumë edhe nivelin e sigurisë, për të ulur nivelin e sigurisë brendshme, pra për të ulur nivelin e kortizolit dhe të stresit, për të rritur më shumë gëzimin, më shumë dashurinë dhe marrëdhëniet nëpërmjet njëri tjetrit, në momentin që ne dalim në natyrë, nuk është e mira të shoqërohemi me pajisjet teknologjisë. Pra duhet ta shkëputim për një moment caktuar. Duhet të rrim, pra duhet të ecim dhe sidomos aktiviteti fizik, pra vrapi, bicikleta, apo noti, apo edhe në palestër, s'ka rëndësi, aktivitete që mund bëjnë të larta, ndikojnë shumë në problemin edhe tek problemet e agjërimit dhe te problemi i autofagjisë. Në moment që një person bën aktivitet të lartë, futet në punë autofagjia. Prandaj rekomandohet që njerëzit që duhet edhe të punojnë, edhe të agjërojnë që të arrisin nivelin e autofagjisë. Por ulet niveli i depresionit, ulet niveli i stresit dhe hormoni i oksitocinës ka një probabilitet që të prodhohet më tepër dhe të qëndrojë më tepër në trup se sa një element tjetër, sepse edhe gjumi është më i mirë, të gjitha pra vinë në seri njëra pas tjetrës. Kështu që aktiviteti është determinant. Qartë. Falenderoj shumë për këshillat, Altin. Të uroj ditë të bukur. Faleminderit, shpresoj që të kemi ndihmuar dikë apo këdo, edhe unë i falenderoj për intervistën dhe uroj ditë të mbarë. Ditë të mbarë gjithashtu. Me siguri konsiderojnë të gjitha këto këshilla, sepse shërimi dhe çdo gjë vjen nga vetja jonë. Ka publicitet, do të rikthehemi sërish në rreze.